Klinika e anestezionit me mjekim intenziv është profili që më së shumti e ka vuajtur mungesën e specializantëve dhe kuadrove të reja ndër vite. Kërkesa për këtë profil është një garanci për anesteziologët e rinj se nuk do të mbesin pa punë të cilët janë në prag të përfundimit të specializimit. Kemi një ngarkesë të madhe ne këtu, edhe kështu që nevojat janë shumë të mëdha për milion anesteziolog, është luks i madh milion anesteziolog sot pa punë. Është e vërtetë që spitalet rajonale kanë nevojë, mirë po edhe që KUK-ja ka nevoja të mëdha. Por këtë privilegj nuk do ta kenë rreth 1000 kolegë të tyre të fushave tjera specialistike që nisën shkollimin para 5 vitesh. Kjo problematik ka alarmuar Odën e Mjekëve të Kosovës që ka frikë se specialistët mund të mbesin pa punë në sektorin publik në mungesë të një strategjie institucionale. E përfundon specializimin qoftë me vetë financim, qoftë me subvencione që po shteti ka dhënë, që pjesën ndërmuese ka dhënë subvencione, dhe ngelen pa punë pasi të bëhen specialistë. Domethënë është një investim individual, shoqëror dhe kolektiv që ne bëjmë dhe nuk kemi planifikim se çka më tutje. OMK thekson se jo të gjithë duhet të punësohen në qendrën klinike universitare. Të bëhet një sistemim dhe një gjithëpërfshirje, jo të gjithë duhet të punësohen vetëm në Prishtinë. Së fundi ka pasur disa konkurse të vogla punësimi për specialistë në spitale regionale dhe në QKUK.